Rreth 27.000 maturantë në të gjithë vendin ju nënshtruan këtë të martë provimit të dytë të maturës shtetërore për gjuhën shqipe dhe letërsinë. Provimi filloi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30. Vetë maturantët e cilësuan një provim mesatar pasi sipas tyre ishin të përgatitur gjithë vitin dhe testi ishte brenda pritshmërive sa i takon shkallës së vështirësisë. Provimi ishte i thjeshtë pasi kemi përsëritur në konsultime dhe në lëndët mësimore, edhe koha ishte goxha mjaftueshëm edhe për shtjellimin e eses, shtjellimin e pyetjeve dhe gjitha, dhe mua për vete më duk goxha i thjesht, pasi e kisha përsëritur mjaftueshëm. Isha fokusuar më shumë tek poetët, tek shkrimtarët shqiptar, pasi më duk me shanse më të larta që qëllonte, se nuk kishte qelluar shumë shpesh dhe më qelloi saktë. Mesatar. Mesatar? Po. Cila vepër jura? Këngët e Milosaus nga Derad. Alternativat mirë ishin, edhe ato me shtjellim ishin okay, se kishte shumë. Pastaj edhe se nuk ishte aq e vështirë. Ishte nivel mesatar, le të themi. E mjaftueshme ishte, e mjaftueshme. Vetëm eseja mund të hate pa kohë, përveç asaj çdo gjë ishte në rregull. Por kishte edhe nga ata maturantë që thanë se ndonë se ishin përgatitur gjithë vitin, provimi ishte i vështirë. Testi letërsisë ishte i vështirë. Prisim na binte Ismail Kadareja me që i vdiqi fundit tani, por anë këngët e Milosaus, më thënë drejtën ishte i vështirë. Thjesht donte shumë kohë, shumë vëmendje që lexoje edhe tekstin edhe t'i përgjigje pyetjeve, por gjuha ishte e thjesht bazike. Në të gjithë vendin u hapën 145 qendra provimi ku çdo qendër administrohej nga një përgjigjes administrimi dhe nga administratorë të caktuar për çdo mjedis ku zhvillohej provimi. Këtë vit provimi të gjuhës shqipe ju nënshtruan edhe nxënësit me aftësi ndryshe, për të cilët në rang vendi ishte përgatitur një tezë e posaçme. Ashtu siç ka ndodhur edhe vitet e kaluara, tezat e provimit u publikuan në rrjetet sociale pak minuta pasi nisi zyrtarisht testimi. Pas kësaj Ministria e Arsimit siguroi se procesi nuk cënohet dhe se provimi u zhvillua në kushte të plota sigurie dhe në transparencë të plot. Provimi i radhës për maturën shtetërore është matematika, që do të zhvillohet në datën 17 qershor, ndërsa maturantët do të testohen për lëndën me zgjedhje më 24 qershor.